Filloi të ndërtohet në vitin 2017, por që atëherë deri më tani Pallati për Kulturë në fshatin Kamian të komunës së Bogovinës ka mbetur në këtë gjendje. Pamjet tregojnë se objekti tashmë ka nisur të rëndohet, bodrumi është plot me ujë, cimentoja është tharë dhe tullat që janë sjell janë thyer. Objekti tash shfrytëzohet për mbajtjen e makinerive bujqësore dhe strej për qendë ndacak. Mahire Xhepi nga bashkësia lokale druan për sigurinë e fëmijëve të fshatit, ndërsa gjendjen e objektit më së miri e shpjegon me një fjalë popullore, gjallë e në hall. Kemi shpresat se të rregullohet. Disa herë kemi bërë edhe ankesa edhe kërkesa nga komuna të na japën ndonjë sugjerim. Nuk na kanë dhënë kur gjë për momentin, po herët e fundit na kanë premtuar se do vazhdoje të rregullohet deri në fazën e fundit. Për momentin nuk ka asgjë, po sikur shihet ashtu në atë gjendje, ajo rrezikon edhe me i tanë, edhe ka mbet qashtu siç e keni pa. Si thonë një fjalë vjetër ka ona joan gjallë në hall. Kryetari i Bogovinës Feti Abazi thotë se 4 vitet e fundit nuk janë ndarë mjete për këtë objekt, ndërsa po shpreson në thirrjen e ministrisë në muajin shkurt. Konkretisht 3 vitet apo 4 vitet e fundit nuk ka pasur asnjë ecje apo vazhdimsi të ndërtimit të fazave tjera. Arsyeja është se nuk ka pasur fonde të ndara nga Ministria e Kulturës. Shpresojmë si zakonisht nga një uri që kemi në muaj shkurt Ministria e Kulturës ndanë mjete. Ne presim të bëhet shpallja nga ana e Ministrisë së Kulturës dhe kemi planifikuar që të bëjmë aplikimin e përthithje mjetësh. Shpresojmë se do arrijmë në mirë kuptim dhe Ministria e Kulturës do të ndajë mjete edhe për ne. Të pyetur për këtë nga Ministria e Kulturës na thanë se nuk janë parashikuar aktivitete për subvencione për njësitë e vetqeverisjes lokale për vitin 2026. Projektet e nisura nga komunat si projekte kapitale për të cilat nuk kanë përdorur subvencione nga qeveria përmes ministrive përkatëse janë detyrë e komunave për t'i përfunduar plotësisht. Për këtë arsye, informacionet për përfundimin e projektit komunal për shtëpinë e kulturës në Kamian ju udhëzojmë t'i siguroni nga komuna e Bogovinës. Një muaj më parë, zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali u premtoi banorëve vazhdimin e këtij projekti. Gjatë deklaratës së tij, Sali u shpreh se institucionet janë të përkushtuara për ta çuar përpara këtë nismë me rëndësi të madhe kulturore dhe shoqërore për banorët e Kamianit dhe më gjerë. Pallati i Kulturës në Kamian do të bëhet, ky është një obligim moral dhe institucional. Amaneti Hoxha Seata Iruli do të realizohet, u pa shprehur zëvendës kryeministri Sali.